Detajet të reja nga vdekja e aktores së famshme, kush e shoqëronte në apartament, vdiq nga mbidoza. Të tjera detaje kanë dalë në dritë pas lajmit për vdekjen e Hayden Panettiere, ndërsa autoritetet vazhdojnë të hetojnë rrethanat në të cilat aktoria 36 vjeçare ndroi jetë. Ylli i serialeve Heroes, Nashville dhe Scream u gjete e vdekur të dielën pasdite në një apartament në Karolinën e Jugut. Sipas 911-s, incidenti u raportua në orën 13:51 me shërbimet e urgjencës që u njoftuan për një grua që nuk reagonte. Një regjistrim audio i thirrjes në qendrën e operacioneve tregon se aktoria pësoi një arrest kardiak, ndërsa pak kohë më vonë në vendngjarje u dëgjua një raport për një mbidozë të mundshme. Kur mbërriti policia dhe mjekët, ata u përpoqën ta shpëtonin duke kryer CPR, por pavarësisht përpjekjeve të tyre, aktoria famshme u shpall e vdekur në orën 14:32 rreth 40 minuta pas thirrjes fillestare. Policia e Greenville tha se telefonata u bë nga një i njohur i aktores i cili ishte personi që e gjeti atë pa ndjenja. Me të mbërritur ai ofrua ndihmë mjekësore, megjithatë individi identifikuar më vonë si Hayden Panettiere u shpall i vdekur në vendngjarje, ka thënë policia. Shkaku zyrtar i vdekjes nuk është njoftuar ende, ndërsa priten rezultatet e analizave shtesë. Në apartament u gjet edhe Narcan, një ilaç nazal që përdoret për të trajtuar mbidozën e opioideve. Ende nuk është sqaruar nëse ilaçi është përdorur disa orë përpara se ajo të vdiste apo nëse lidhet me rrethanat e vdekjes së saj. Panettiere thuhet se kishte mbërritur në Karolinën e Jugut nga Los Angeles vetëm një ditë para vdekjes së saj. Sipas raportimeve i dashurit saj, agjenti i pasurive të patundshme Brian Hickerson, i cili është me origjinë nga zona, ishte me të. Vdekja e aktores erdhi pas një periudhe në të cilën ajo kishte folur hapur për betejat e saj personale me shëndetin mendor, varësinë dhe depresionin pas lindjes.